Tekvando klubi Ulqini ka arritur një tjetër sukses të madh në arenën ndërkombëtare. Në kampionatin evropian të klubeve të mbajtura në Sarajev, sportistët ulqinak u kthyen me 4 medalje evropiane, duke dëshmuar edhe një herë talentin, përkushtimin dhe punën e palodhur. Për të folur më shumë rreth këtij rezultati të jashtëzakonshëm, sot me neve kemi garuesit, medalistët dhe trajnerin e tyre, zotri Fikret Dushkun, Neira Dervishi, Armend Lula dhe Gjenismani. Mirëmëngjesi dhe mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Urime edhe një herë për medaljet e fituara. Faleminderit që pranuat ftesën të jeni në misionin e mëngjesit ditë e re për të bashkëbiseduar së bashku për fitoren që keni pasur në kampionatin evropian. Ju, trejner, si e vlerësoni paraqitjen e ekipit në kampionatin evropian të klubeve? Përshëndetje edhe një herë, unë e vlerësoj shumë mirë, ndoshta ka mujtë edhe pak më mirë, pasi që i kemi pas shanse që të kemi edhe rezultate edhe më të mirë, pavarësisht se ishte kampionat evropian. Ky ekip ka tregu, si më thanë, korrektësi dhe ka tregu mjeshtri të cilët kanë arrit që të fitojnë disa ndeshje, të cilët ne kemi pas ndoshta diskutabile dhe kemi arrit deri te rezultati. Ishte një ekip i cili ka punu, jemi përgatitur për këtë kampionat, pasi që është edhe kampionat zyrtar dhe më njëherë kur del kalendari i Federatës Evropiane, ne më njëherë i spikasim këto kampionate të cilët kanë shumë rëndësi dhe jemi munduar që të japim maksimumin, të bëjmë servitet e duhura që të kemi paraqitje sa më të mirë. Ne jemi të kënaqur me rezultatin, pasi janë 4 medalje evropiane, duke u nisë prej Gjihan Maniqit, i cili ka pas paraqitjen më të mirë, duke fituar 3 ndeshje rradhëzi. Pastaj kemi Neira Dervishi, pastaj kemi edhe Asja Kollari, e cila për momentin nuk gjendet me ne, ishte anëtare e klubit tonë, ishte për momentin në Gjermani, dhe Armend Lula, i cili edhe ai ka pas një paraqitje shumë të mirë dhe kanë arritur që të korrin fitore dhe të vinë deri te medalja evropiane, që për ne ka shumë rëndësi edhe për klubin tonë, edhe për federatën tonë, edhe normal për qytetin tonë. Ju urojmë shumë suksese, jeni treguar shumë të suksesshëm dhe shumë të mirë, por Neira, më trego si ndihesh pas fitimit medaljes në kampionatin evropian të klubeve në Sarajev? Si është kjo ndjesi për ty? Unë ndihem shumë e kënaqur, kemi bërë shumë stërvitje të forta dhe jemi munduar të gjithë të fitojmë, por kemi arritur nështë të kemi mundur. Gjihan, ke qenë edhe fituesi i vendit të dytë, nëse mund të them kështu. Sa vështirë ishte rruga për ty tek kjo medalje dhe cilat ishin ato sfida më të mëdha që ti je përballur gjatë këtij rrugtimit me to? Ishte pak e vështirë, por arritur me fitu vendin e dytë në kampionin e evropianit. Sa kohë të është dashur që ti të punosh, të ushtrosh, të stërvitesh për të arritur deri tek kampionati evropian? Mu del shumë me ushtru, por gjithë javën dhe unë ardhite për me fitu vendin e dytë në kampionin evropian. Bravo, të urojmë suksese. Armend Lula, ke qenë edhe ti një fitues i vendit të tretë. Si e sheh, çfarë do të thotë për ty të përfaqësosh vendin e Ulqinit në kampionatin evropian? Ka qenë shumë mirë, i kam luftu, i kam fitu ukraincën, britancën, por kam tret prej bosancët. Cilat kanë qenë ato sfida që ti je përballë gjatë këtyre ndeshjeve? Jam kënaqur shumë. Bravo. Me cilin nga ato ke pasur më të vështirë? Ukraincën edhe britancën kanë qenë më të lehtë. Do të thotë ky tjetri ka qenë më i vështirë, apo jo? Kurse bosanci Bosanci ka qenë më i fortë. Nuk ka problem, me rëndësi është të marrësh pjesë, pastaj me punë arrihet edhe ti mundim atëherë. 4 medalje evropiane janë një sukses i madh. Sa i kënaqur jeni me këto rezultate ju si trajner, sepse e dim që bëni një punë intenzive dhe pa u lodhur me të gjithë këto garues që tani po tregojnë një sukses të jashtëzakonshëm dhe po marrin pjesë në
kampionate të ndryshme? Pa, vetë fakti që janë medalje evropiane, jemi shumë të kënaqur, ndonë se nisemi në kampionatin evropian edhe pa kurfar, si më thanë, synime, pasi që edhe kategori e shqetësohet edhe kampionati e ka atë nivelin e lartë ku edhe pse janë garus të moshës shumë të vegjël apo children si quhen në gjuhën angleze, vërtet vinë përgatitën shumë. Ne jemi mundu që t'japim maksimumin në klubin ton, duke majtë edhe kontakte me prindër, duke majtë edhe stërvite të rregullta çdo ditë të javës, nga e hënia deri të shtunën, duke përpilu programin më të mirë për ta dhe duke mbajtur atë që fëmijët edhe kjo kategori të jenë sa më tepër aktiv dhe ta kuptojnë si më hanë një shkallë pak më të lartë të seriozitetit. Fakti që janë medalje evropiane, për ne dhe më hanë vitrinën tonë, ose arhiven tonë, historikun tonë të klubit, e pasuron edhe me 4 medalje. Thash edhe një fillim, do shta kishim pas mundësi pak edhe më të mira. Besoj që Neira ishte dasht patjetër që ta kalojnë edhe gjysmën finale, mirë po janë ato emocionet ndonjëherë të cilët edhe janë kyçe për ndeshje, vendosin për ndeshje, atëherë kur ti ndoshta nuk e pret, nuk e mendon bash atëherë duhet me qenë shumë me i fokusuar. Mirë, po edhe fakti që kemi arrit deri te medalja për momentin, pasi që është edhe një kategori shumë e re, ishte një kategori e cila premton, nëse vazhdojnë me këtë ritëm të cilën janë duke vazhduar, mendoj se kemi me pas edhe rezultate edhe në të ardhmen, dhe shpresoj që këto t'japin maksimumin dhe fokusin, seriozitetin e punës mos të lëshojnë. Sportistët na treguan që kanë pasur një stërvitje intenzive dhe një përgatitje intenzive për këtë kampionat evropian. Ju si trajner, sa ishte e vështirë të stërviteni çdo ditë, keni pasur edhe ju bashkë me to një punë intenzive, cilat ishin ato sfida që jeni ballafaquar gjatë këtij rrugtimi për në kampionatin evropian? Ne mundohemi të vazhdojmë me përpilimin e programit sa më të mirë dhe sa më adekuat për këtë moshë. Sfidat janë nga më të ndryshmet, mund të ceki për shembull problemi ndoshta më kryesor është mbajtja e kilogramëve. Ajo është një sfidë shumë e madhe për shembull për këtë, pasi që duhet të ruhet ato kilot të asaj kategorie. Pastaj është sfida e ushqimit, e cila duhet keni shumë kujdes, e cila edhe më herët e kam pasur që ne kemi paksa problem këtë mënyrën e të ushqimit, domethënë nuk kemi fare ta quaj kështu disiplinë të rregullt, si më hanë pa ndonjë keq kuptim, mirë, por nuk kemi fare ndonjë disiplinë të rregullt sa i përket ushqimit. Unë mundohem që të paktën këta sportista që strikt do thotë, ama bash strikt që ta përsëllin regjimin e ushqimit, pasi që ushqimi si më hanë është burimi i energjisë, më hanë, burimi i çdo gjëje. Prandaj këto kanë qenë ato sfidat më të mëdha. Megjithëse me këtë grup ashtu siç e kam cekë edhe më herët, ky grup ka qenë një grup të cilin i kemi bashku, kemi marrë kontakte me prindër dhe jemi munduar që edhe prindërit t'i marrin disa obligime mbi veten e tyre, në bashkëpunim me mua si trajner, në mënyrë që këto garus, këto fëmijë ta ruajnë do të thotë edhe seriozitetin e punës, të jenë aktiv në trening, të vinë me rregull në trening, të respektojnë dietën e ushqimit apo programin e ushqimit në mënyrë që këta të kenë një paraqitje sa më të mirë. Pasi që variacioni i kilogramëve atëherë edhe në disa momente edhe e hup si tonë punën e trajningut, në qoftë se ti stërvitesh tu se çdo ditë bën stërvitje intenzive, mirë po nuk ke kujdes gjatë ushqimit dhe varieron me kilogram 2-3 kg poshtë, 2-3 kg lart, atëherë vjen deri te ajo që mund të hupësh edhe forcën, mund të hupësh ekuilibrin, mund të hupësh energjinë. Për atë arsye do thotë që është një grup me të cilën mundohem maksimalisht me punu së bashku me prindërit edhe me fëmijët. Neira, cili ka qenë momenti më sfidues gjatë këtij kampionati evropian për ty dhe gjatë stërvitjeve që ke pasur? Vështirësitë e mia kanë qenë rruga, sepse ishte shumë e gjatë dhe stërvitjet që kemi bërë shumë stërvitje dhe kemi ushtruar shumë.
Gjihan, ku ja dedikon ti këtë sukses? Sepse ke fituar edhe vendin e dytë dhe ke bërë një punë intenzive me stërvitje dhe tani mbërrita edhe në kampionatin evropian. Për ty, si ndihesh ti? Unë ndihem shumë mirë, po sinqerisht i faliminderoj trajnerit si më arriti këtë ditë dhe prindërve të mi. Armend, ti si ndihesh për këtë fitore dhe ku ja dedikon ti këtë fitore? Ndihem shumë mirë dhe ja dedikoj këtij fitore të trajnerit dhe prindërve. Trajner, le të ndalemi pak tek kjo gjenerat. Si e shihni, çfarë e veçon këtë gjeneratën nga gjeneratat e mëparshme? Tani nuk ishte kam dhe një veçori të veçantë. Unë programi jemi klubi Taekwondo Sulqini ka qenë në këtë mënyrë të cilën unë e kam ba ekipet ndryshme dhe prej 2-3 grupeve i kam zgjedh ato të cilët unë e kam pasë vërtet dhe më hanë kanë prirje dhe se ka të garus që ose antar ka të cilët kanë prirje mi, po doshta nuk mund të përballojnë këtë lloj programit. Edhe unë, kjo ka qenë si më hanë ajo, doshta ajo veçoria ime që mund të theksoj dhe të ceki pak më ndryshe, e cila unë në bazë ty në 2-3 grupeve i marrë 10 deri në 12 sportist, atër organizoj një mbledhje me prindër, shpalosi programin, i tregoj se çka duhet dhe si duhet, dhe a jemi gatshëm ne që ta nisim këtë rrugtim, pasi rrugtimi i sukseseve evropiane, botërore dhe me lartë Grand Prix-ave, e kështu me lartë, dënë pregaditet lartë, dënë pregaditet, dënë disiplinë, dënë pregaditet lartë fizike, dënë disiplinë shumë në këtë drejtim për me mujtë me arrit deri te ato rezultate. Dhe kjo ka qenë ajo me të cilën klubi i Taekwondo Sulqini edhe unë si trajneri u thesi këtij klubit, kjo ka qenë edhe dëshira ime e madhe e zjarrë që në mënyrë që me punu në garus kvalitativ, në mënyrë që ne të përfaqësohemi në arenën ndërkombëtare dhe të kemi edhe ne, edhe pse jemi nga një vend i vogël, ju e keni pa dhe me tani që kemi arritë edhe sukseset të cilët kemi arritë që t'jemi edhe në lojrat olimpike evropiane për të rinj që ka qenë për herë të parë në historinë e Ulqinit, që kanë marrë pjesë 2 garus, Enes Dushku dhe Sara Kraja. Po ashtu kemi arritë që rezultatet tona aty në magazinën e Komitetit Olimpik, e cila aty hynë rezultatet zyrtare, rezultatet e larta. Po ashtu kemi arritë që nëpërmjet Ministrisë Sportit, klubi Taekwondos Ulqini ketë deri me tani plot 14 bursa sportive. Po ashtu kemi arritë që të kemi 5 premia nga po ashtu Ministria e Sportit, dhe tani kemi edhe një lajm shumë të mirë, të cilën ndoshta s'kemi dashur ta bëjmë publike, mirë po Enes Dushku në bazë arritjeve dhe rezultatit të cilën kam pas deri në muajin janar, kualifikohet për në lojrat mediterane, të cilat do të mbahen prej muajit gusht me 21 deri me datën 3 shtator në Itali. Shumë e bukur kjo, ne si të urojmë shumë suksese. Të gjitha këto suksese, të gjitha këto pjesëmarrje, të gjitha këto kampionate që merrni pjesë, sa ndiheni që këtu nga institucionet lokale, sa i përket sportit dhe që duhet të kvalifikoheni ndoshta edhe nga ato, sa ju mbështesin dhe si ndiheni nga ky aspekt? Pa, të thënë drejtën, tani duhet të ndajnë 2 pjesë. Në qoftë se klubi merr pjesë në turnamente internacionale të cilat nuk janë të ranguara, se këtu ka një dallim të cilën duhet ta dinë qoftë edhe pi komunës Ulqinit, qoftë antarët e komisionit, qoftë trajnerët apo klubet të cilët merren. Do të thotë turnamentet të ndryshme, turnamentet internacionale, do të thotë ndoshta deri tek këto turnamente mund të themi se edhe nuk kanë ndonjë problem të madh. Mund të gjindemi, po dhe nëse nuk mundesh të gjindesh, edhe në qoftë se po thomi nuk merr pjesë, çka nuk do ta preferoja, se prej këtyre turnamenteve fillon do të thotë rrugtimi i suksesit, deri diku një farë mënyrë mund të kuptohet, mund të pranohet. Mirë, po ajo çka unë si trajner të cilët kam arrit rezultatet, marr pjesë në kampionate evropiane, ose pa në liga botërore dhe në liga evropiane, këto janë kosto shumë të larta. Dhe këtu duhet e kam cek edhe ma herët, për shembull, ish paka shumë në mentalitetin tonë vështirë të kuptohet që një taekwondoist,
kushton 30 deri në 40.000 euro në vjet. Do të thotë ish diçka si më han pak si jo, s'po them të është fare pa pranueshme, po pak si e çuditshme për shembull për ne. Mirë po, unë kam përmend, kam cekë edhe më herët, për shembull, kam marrë shembull Maria Vuković, e cila është një atlete, e cila ka një disiplinë kapërcim me shpinë, do të thotë Fosbury, siç quhet në atletik, e cila buxhetit Malizisë, pasi që është seniore, se kategoria seniore është diçka tjetër, buxhetit Malizi ka kushtuar 120.000 euro. Tani nëse ne për atë lloj garuse nuk shprehim çudi atë, pse duhet shprehet çudi për shembull për një taekwondoes i cili kushton 30 deri në 40.000 euro. Kurse sa i përket seniori kushton për shembull një senior i turkut, ose i gjermanit, ose i rusit, ose ty në shteteve të cilët janë me ekonomi shumë të zhvilluar, i kushton 80.000 deri në 100.000 euro vjeta. Tani aty përfshihen gjitha, do të thotë. Unë kam pas cekë, kam pas përmend edhe më herës, unë to kam shumë përballë, kam shumë material për shembull këto. Unë kam pasur që vetëm ajo lidhja, vetëm ajo ndihma parë, për shembull për Sarën, për Enesin edhe për Artën, të cilët kanë qenë tragaruar shumë shkëlqyer në këtë drejtim, na shkojshin deri 1.500 deri në 2.000 euro në vit. Domethënë vetëm ajo taping, vetëm ajo lidhje, ato spray, ato kupton të cilët i kemi përdorur, domethënë mos më fol për diçka tjetër, mos më fol për fizioterapeutët, mos më fol për psikologun e sportit mental e kështu me radhë. Tani sa i përket kësaj pjese ka ngjecje, ka mungesë, edhe ngjecja dhe mungesja ishte edhe vonesa e pagesës. Ne kemi pas përkrahje nga komuna e Ulqinit, mirë po kemi pas vonesë në pagesë. Dhe kjo vonesë për shembull na ka shkaktuar shumë dame, na ka kthy shumë përmas, na ka kthy shumë rapa, dhe mu vjen keq që garus ton të Ulqinit vendas nuk e gjejnë këtë përkrahje për shembull që kam rrit po thomi me qenë në ranglistën evropiane i pari, i pesti dhe i 12, dhe vjen viti 2026 dhe nuk e gjejnë për shembull përkrahjen aty ku duhet. Përkrahja ndoshta ekziston, mirë po jo në momentin e duhur. Pastaj normal nuk mundemi këto liga dhe këto gare nuk mundemi të bazohemi vetëm në buxhetin e komunës Ulqinit. Do të thonë na duhet patjetër sponsor, na duhet edhe një herë aq më tepër se sa na ka financuar komuna. Do të thonë komuna 50% mundën na më thanë për buxhetit të cilët i duhet klubit taekwondo Ulqini, normal aq janë edhe mositu, ne nuk them këtu diçka, ajo çka është reale, është fakt, të cilën dihen, të cilët domethënë shifet, edhe kjo është ajo me cilën ndoshta kisha pas qejf që ta bëja të dallimin, do të thotë, sa i përket turnireve, ne si klub mund të marrim pjesë, mirë, po ku vjen pyetje ligat evropiane, botërore, Grand Prix-i, normal të shtagarus kanë qenë të financuar edhe nga Federata Malizi, edhe nga Komiteti Olimpik, të gjitha ato qëndrojnë, mirë, po vonesa vonesa mjetet financiare të cilat janë derë nga komune, dhe ka pas një vonesë e cila neve si klub dhe këtyne garuzet të cilat janë garuz të qytetit ton, na ka kushtu për kësa. Mirë po, ne do të vazhdojmë këtë pjesën e dytë, shofim se sa kemi me pas edhe paraqitje. E rëndësishme është ajo që ju nuk ndaleni dhe gjithmonë vazhdoni me suksese dhe jeni ambasadorët më të mirë të qytetit të Ulqinit. Unë juve ju uroj shumë suksese, ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit të mëngjesit dhe shpresoj që përsëri të keni suksese të tjera të radhës. Faleminderit. Faleminderit që ishit me neve.